Të përfshirë në organizat kriminale ekstradohen drejt Italis 3 shtetasit shqiptar. Policia e shtetit ka finalizuar me sukses ekstradimin drejt Italis të 3 shtetasve shqiptar të shpallur në kërkim ndërkombëtar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve, individualisht ose si pjesë e organizatave kriminale. Operacioni u krye fal bashkëpunimit të ngushtë nëpërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Romës, duke çuar në dorëzimin e shtetasve Albert Koni, 51 vjeç, i dënuar nga gjykata e Torinos me 4 vjet e 6 muaj burg për prodhim dhe shitje të narkotikëve. Ai akuzohet për shitjen e kokainës në ambiente publike në zonat Arona dhe Novara gjatë vitit 2017. R.A. 21 vjeç, ndaj të cilit gjykata e Milanos ka caktuar masën arrest në burg për trafikim të lëndëve narkotike kryer si pjesë e një organizate kriminale që vepronte në Milano në periudhën 2022-2024. AF 39 vjeç, i kërkuar nga autoritetet e Gjenovës për trafikim droge dhe armbajtje pa lenë kuadër të operacionit italian KOK 2020.